Të nderuar teleshikues, të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, ja ku jemi së bashku në emisionin e përjavshëm Besimi Krishterë Orthodoks. Tema që do të trajtojmë sot është një temë aktuale, titullohet Ku na çon agjenda e identitetit gjinor ose shprehje gjinore. Siç e dim, qeveria e sotme kërkon të votojë në parlament një projektligj për barazinë gjinore, ku përveç gjinis mashkull edhe femër, ashtu siç është në ligjin aktual të Kodit Civil mbi barazinë gjinore, numër 9970, data 24 i shtati 2008, të vendoset, krahas këtyre dy gjinive, edhe një gjini asjansje, gjithëpërfshirëse, ashtu siç dëshiron dhe ndjet individi, edhe pse natyralisht është i përcaktuar për gjinin sipas seksualitetit mashkull e femër, përkatës që nga lindja e tij ose e saj. Ky projekt ligj po kundërshtohet nga opinioni publik, grupime, organizata konservatore e përcaktojnë, pra që e pranojnë natyralisht se ka vetëm dy gjini, mashkull e femër, por edhe nga komunitetet fetare në vend që në unison e kanë kundërshtuar këtë projektligj të qeverisë, sepse është kundra, sipas konceptit të komunitetit fetare, kundër krijimit të krijuesit, që sipas feve monoteiste, njeriu është i krijuar nga Perëndia seksualisht në mashkull e femër dhe automatikisht i ndarë në dy gjini, mashkullore ose femërore, dhe duke u shprehur në një deklaratë përbashkët, përshtyp, të gjithë komunitetet shprehen. Ne si komunitete fetare theksojmë rëndësinë e familjes tradicionale të bazuar mbi dy gjini biologjike, burr dhe grua. Për këtë arsye, kërkojmë saksimin e përkufizimit të termit gjini në projektligj, duke lidhur qartë me gjinin e përcaktuar në lindje, burr, grua, vajzë, djalë, në përputhje me parimet e barazisë dhe mos diskriminimit. Këshilli Ndërfetar i Shqipërisë, më 23 shtator 2025. Ky projektligj, ndryshe nga ata që kundërshtojnë, po mbrohet sot nga grupet liberale ose LGBTI, të cilët nuk pranojnë naturalitetin seksual mashkull e femër, po ashtu dhe gjinin respektive mashkull dhe femër, dhe kërkojnë të pranohet ligjërisht që identiteti gjinor të mos përcaktohet as nga krijuesi, as nga natyra, nga ku edhe ata vinë, por as nga mjekësia, e cila përcakton gjinin në raste të vështira, por nga dëshira dhe ndjeshmëria e individit. Janë ata që kërkojnë që në projektligjin e ri, identiteti gjinor binar, mashkull e femër, siç është, ose burr dhe grua, djalë dhe vajzë, të zgjerohet si koncept në të tjera gjini të treta të papërcaktuara. Mund themi sot në vendet ku ligji është votuar që lejon gjini të tjera alternative, përveç asaj mashkull e femër, numri i deklarimeve gjinore sipas ndjeshmërisë dhe dëshirës së individit ka shkuar deri në 72 gjini që varojnë nga ajo në dy gjini njëkohësisht, pra personi thotë që unë ndjem dhe mashkull e femër njëkohësisht, multigjini, gjini të shumta, të përzjera, pa gjini fare, ose si ndihet sipas mjedisit, nga estetika që ai ndryshon pamjen e tij, sipas humorit, emocionit, sipas periudhave fluide, ankthit, sipas misive të personit, gjini hapësinore, sipas autizmit, natyrës, ngjyrave, përvojave e të tjera forma edhe emërtime gjinisë, që nuk do na dilte koha ne ti përmendim të gjithë. Domethënë, kutia e Pandorës është hapur tani dhe vështirë se mund t'i fusësh më në kuti të gjitha këto gjini, në thonjza, që janë përhapur sipas dëshirës dhe ndjeshmërisë të mendjeve këtyre njerëzve modern, pra që përmendet sot, ose si them njerëzit e ndriçuar, woke. Ky është një diskutim pro edhe kundra më i kahershëm në Evropë dhe në botë, që po vjen tani, siç edhe neve po e përballim, si një kërkesë për integrimin në BE-n, në Bashkimin Evropian. Ai që e futi opinionin e tij për të tjera gjini alternative ishte një mjek nga Zelanda e Re në Universitetin John Hopkins, zoti Johan Money, i cili në vitin 1955 futi termin gjini shoqërore, që përkthehet anglisht në gender dhe në kupton sjellje seksuale që një person zhvillon pavarësisht nga organet riprodhuese që ka pra mashkull dhe femër.
E para, gender në anglisht vjen nga fjala greke, që do të thot lind, që do të thot se kemi gjini sipas asaj që lindim me organe seksuale riprodhuese, pra gjini mashkullore ose femërore. Kaq shumë është përcaktues gjinia, mashkull e femër, sa dhe emra tregojnë personalitetin dhe identitetin njerëzor të ndarë në mashkullor edhe femëror, dhe ky parim përcaktues gjuhësor është edhe për emërtimin e gjallësave, natyrës dhe sendeve, pra që ne dhe i emërtojmë ato në gjini mashkullore, femërore ose mashkull femër. Ky konceptim i ri për gender, pra për këtë lloj gjini asjanse, u nda nga kuptimi i gjinisë biologjike shekullore, e cila është përcaktuar natyralisht tek çdo qenie e krijuar binare me dy gjini mashkull dhe femër, pra natyra njerëzore është binare, mashkull dhe femër, dhe veçanërisht tek njeriu, pra që përcaktohet në brendësi të trupit nga kromozonet e ADN-s dhe së jashtmi nga seksualiteti mashkull dhe femër, po sipas mjekut Johan Monnet dhe të gjithë atyre që e pasuan inovacionin e tij, identiteti gjinor konsiderohet mënyra e brendshme dhe personale me cilën personi vet përjeton gjinin e tij, pavarësisht nga gjinia me cilën ka lindur. Pra, për ta përmbledhur, ne dim se gjinia jon, siç e thash, përcaktohet nga ajo si jemi krijuar, nga krijuesi ose natyra për ata që nuk e besojnë krijimin nga krijuesi, dhe shikojmë që njeriu është binar, mashkull dhe femër, por edhe në qoftë se organet seksuale ndoshta për arsye të ndryshme që ne trajtojmë pak më poshtë nuk janë të dukshme, atëherë njeriu përcaktohet gjinia nga kromozonet mashkullore ose femërore që ka brenda vetes. Pra, njeriu është i ndarë në qenin e tij biologjike në mashkull edhe femër. Kjo është edhe për gjithë gjallësat, por siç e tham, në veçanti për njeriu. Kjo ide utopike gender, që mund themi është jo shkencore, u mbështetet nga individët dhe grupe që si tha më sipër, janë grupe liberale ose LGBTI që nuk e pranojnë naturalitetin e tyre seksual dhe gjinor, por kërkojnë të kapërcejnë ylberin, e themi në kuptimin simbolik, se dhe ata mbajnë shenjën e ylberit, por nuk është vërtet shenja e ylberit, por është një konvencion, një simbolik që mund pranojnë shumë gjëra të ndryshme në një gjë të vetme, dhe të nështrohen dhe për ligjin pasionit e tyre denaturale ose perverse, që thonë jashtë natyre. Konflikti mes konservatorëve dhe liberalëve, që personalisht në këtë situatë unë dua t'i quaj debat midis naturalistëve dhe denaturalistëve, është se sipas naturalistëve, rolet gjinore janë të përcaktuar nga shoqëria për shkak të organeve seksuale riprodhuese sipas lindjes. Po sipas denaturalistëve, ky përcaktim është një pengesë për një shprehje e gjinisë shoqërore që nuk është e nevojshme të përputhet me atë natyralen, biologjiken ose të krijuar nga krijuesi. Pra, kemi qëndrim dhe argumenta kontravers mes hyjnores, natyrores dhe ateizmit dhe denaturales. Nga këto debate do ishin bërë, nëse do ishin bërë më shpejt, kur njerëzimi mbështet ekzistencën e tij dhe identitetin gjinor te krijuesi dhe natyra, të tilla grupime kontraverse që mohojnë krijuesin dhe natyrën në identitetin gjinor do trajtoheshin si të smur psiqik, si një çmenduri kolektive, por sot në kohën e re, New Age, kjo risi trajtohet si zhvillim, modernitet, liri. Madje edhe organizata botërore e shëndetësisë e përmbledh ndryshimin midis seksit dhe gjinisë në mënyrë vijuese. E para, seksi referohet karakteristikave të ndryshme biologjike dhe fiziologjike të meshkujve dhe femrave, siç janë organet riprodhuese, kromozonet, hormonet e tjerë. 2. Gjinia i referohet karakteristikave të ndërtuara shoqërisht të grave dhe burrave, siç janë normat, rolet dhe marrëdhëniet edhe midis grupeve dhe grave dhe burrave. Ai pra ndryshon nga shoqëria në shoqëri dhe mund të ndryshojë. Pra, siç e shikojmë, edhe organizata botërore e shëndetësisë
pranon agjentën gender, pra një gjini që si them nuk është përcaktuese mashkull e femër, por është një gjini ashtu si dikush mund të ndihet dhe shprehet, dhe kjo ndryshon në shoqëri, në kultura ndryshme dhe për disa arsye ndryshme. Por ky koncept ligjor i OBSH-s nuk është një tabu për botën e qytetëruar, madje e kundërshtuar dhe nga shtetet antarë, siç është për shembull sot Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku pranon dhe deklaron vetëm dy gjini mashkull dhe femër të përcaktuar dhe nga lindja sipas seksit, e shprehur botërisht nga administrata e re Trump. Dhe shikoni çfarë përcaktuese është për administratën e re Trump. Është politike Shteteve të Bashkuara të njohim dy gjini, mashkull dhe femër. Këto gjini nuk janë të ndryshueshme dhe bazohen në realitet themelor dhe të padiskutueshëm. Shtëpia e Bardhë, 20 janar 2025. Ata që mbështesin këtë teori denatyrale përpiqen ta bëjnë natyrale duke mbështetur tek mutacionet gjenetike në natyrë, në individ njerëzor, që mund të lindin me probleme kongjinitale ose gjendje patologjike të hermafrodizmit, ku ekziston vezore dhe testiku njëkohësisht, me pamje të jashtme femërore, mashkullore ose pseudo-hermafrodizmi, me prodhim të pamjaftueshëm të hormoneve dhe hipoplazi të organeve riprodhuese. E para, duhet dim se këto janë mutacione, trashëgimi gjenetike ose prishje të rregullit biologjik hormonal si në natyrë dhe tek njerëzit, do me thënë janë një përjashtim nga rregulli dhe natyra i seleksionon dhe njerëzimi i kuron ato. Pra, këto lloj ose probleme ose këta lloj njerëz që kanë lindur në këtë mënyrë, pra janë njerëz me probleme ose të sëmurë, si mund t'i quaj, ose si them jo të krijuar në formën e përsosur ose siç janë krijuar të gjithë njerëzit, mashkull e femër, por kanë probleme siç kanë dhe njerëz të tjerë të cilët lindin të gjymtuar, mund të lindin për shembull pa shisa të tjera, pa sy, mund të lindin pa duar, pa këmbë ose të tjera raste. Por këto nuk janë rregull. Një numër jashtëzakonisht i vogël, vetëm 5% e gjitha rasteve në shoqërinë njerëzore lindin të tillë dhe trajtohen nga mjekësia dhe mbrohen nga shteti, por dhe nga feja kur është e lindur, jo e krijuar, nga vetë njeriu. E para sqarojmë se termi hermafrodit rrjedh nga zoti në thonjza mitologjik grek Hermafroditos, djali i Hermesit dhe i Afroditës, trupi i cilit pasi u bashkua me nimfën Salmakis mori një formë më të përsosur me atribute mashkullore dhe femërore, do me thënë se ky mutacion ose prirje ka ekzistuar që në lartësi dhe njerëzit, duke parë si them situata të tilla ose njerëz të tillë, e kanë mitizuar si gjendje e perëndive e reflektuar tek njerëzit. Por mos qenë thjesht një term mitik, sot ky term është zëvendësuar me intersex, DSD, do me thënë çrregullime të zhvillimit seksual. Ishte Richard Goldschmidt që në vitin 1917 krijoi termin interseksualitet, për t'ju referuar një sër paqartësisht fizike seksuale. Caktimi i duhur i gjinisë për një të posalindur të lindur me hermafrodit ose DSD është një emergjencë sociale e periudhës të sa po lindurve. Foshnjat dhe fëmijët e lindur me DSD, pra intersex, paraqesin një sfidë diagnostikuese dhe terapeutike për anën klinikale, do me thënë për ta përcaktuar dhe për ta kuruar. Suksesi varet nga diagnoza e shpejtë dhe saktë e kromozomeve, hormoneve, përcaktimi i duhur, që çon në përcaktimin e duhur të gjinisë. Terapitë e duhura mjekësore dhe teknikat kirurgjikale e kujdesshme për të rregulluar atë që është anomali e lindur dhe jo një normalitet ashtu si duan ta paraqesin grupet liberare ose LGBTI. Por edhe pse këto vështirësi shfaqen tek interseksualet, natyra edhe pse ka një mutacion, përsëri ka një organ seksual të jashtëm, dominant, ku përcakton gjinin, por në raste të tjera, sot analiza e kromozomeve dhe hormoneve janë teknika shkencore që shikojnë prirjen gjinore të një foshnje. Prandaj, edhe këtu nuk kemi një gjë të papërcaktueshme për përcaktimin e identitetit gjinor, por më shumë përdoret si një justifikim
për të përligjur identitetin përcaktimi gjinor sipas dëshirës. Pra, edhe në raste të tilla ku kemi një mutacion ose kemi një problem gjenetik tek një individ i lindur, prap shkenca ka arritur që dhe nëse organet janë të padukshme, prap sot nëpërmjet analizave të kromozomeve, hormoneve, dallohet prirja që ka ky individ, edhe nëse organet seksuale nuk i ka të dukshme ose në funksion, dallohet prirja që ka mashkull dhe femër, dhe kështu fillon edhe përcaktimi gjinor, mashkull dhe femër, por fillon dhe trajtimi klinikal që ky person, pra te ky individ të rregullohet asa ka arritur sot shkenca, pra ky mutacion ose ky problem gjenetik. Pra, nuk është justifikim. Këtu kemi një problem, një shtrëmbërim të natyrës. Nuk kemi një normalitet që këta, siç e thash, kërkojnë ta shfaqin si normalitet dhe thotë ja, shikoni si lindin këta njerëz, pra edhe krijuesi i ka lindur të tillë, edhe natyra të tillë, prandaj neve duhet ta pranojmë agendën gender, pra gjini të papërcaktuar. Por tani vim dhe flasim si të krishterë. Dhe aq më tepër si krishter ortodoks. Kisha ortodokse është tërësisht kundra kësaj përqasje për përcaktimi gjinor sipas dëshirës dhe jo sipas natyrës, sepse ajo mbështetet në përcaktimet e saj tek dëshmia e shkrimit të shenjtë, doktrina kishtare, kanonet e shenjta dhe etrit e shenjtë. Ne do t'i marrim me radhë si shkrimin e shenjtë, si doktrinën kishtare, por dhe thëniet e etrave të shenjtë për të shikuar se çfarë këndvështrimi ka kisha ortodokse. Sipas shkrimit të shenjtë që përbën themelin e besimit të krishterë, njeriu është krijesa më e veçantë e Perëndisë triadik, Atë, Birë dhe Shpirti i Shenjtë, dhe i krijuar sipas ikonës Perëndisë në ngjashmëri me atë. Shikoni çfarë thuhet te shkrimi i shenjtë. Pastaj Perëndia tha: "Ta bëjmë njeriun sipas shembulltyrës sonë, në ngjasi me ne, dhe të shtroj sundimin e tij mbi peshqit e detit, mbi zogjtë e qiellit, mbi kafshët, mbi gjithë tokën, mbi rrëshqanorët që zvariten mbi dhe." Pra, Perëndia triadik, pra Perëndia shumës, Ati, Birë dhe Shpirti i Shenjtë, krijoi njeriu sipas shembulltyrës së vet, sipas shembulltyrës së Perëndisë. Ai i krijoi mashkull dhe femër, na thuhet tek libri i Zanafilës. Pra është e përcaktuar që natyra njerëzore është krijuar nga Perëndia shumës, pra Perëndia që është një në esencë, por në 3 persona, Perëndia trinitare, Atë, Birë dhe Shpirti i Shenjtë, ose Ati me anë të Birë dhe Shpirti i Shenjtë, e krijoi njeriu mashkull dhe femër. Krishti, Birë dhe fjala e Perëndisë, i bën njeri, pra që hyn në kohë dhe në hapësirë, dhe është ai që na mëson të vërtetat e Perëndisë përcaktuese dhe të pandryshueshme, e konfirmon këtë të vërtet kur ai thot për njerëzimin që nga fillimi i krijimit Perëndia i bëra ata mashkull dhe femër. Pra Krishti përsërit të njëjtën gjë, një dëshmi që dha Mojsiu, tashmë e jep Krishti, që është Zoti bërë njeri ose fjala e bërë mish. Doktrina kishtare e mbështetur tek shkrimi i shenjtë është përcaktuese. Shikoni çfarë thot doktrina kishtare e kishës ortodokse. Njeriu është krijimi i veçantë i Perëndisë, ai është i vetmi krijuar sipas shembulltyrës dhe ngjashmërinë e Perëndisë, duke mbështetur tek libri i Zanafilës. Njeriu u krijua binar me 2 sekse, mashkull dhe femër. Ai bëri ata dhe që të shtohet dhe të shumohet. Kështu sipas doktrinës ortodokse, seksualiteti i përket krijimit që Perëndia quajti shumë të mirë dhe në vetvete nuk është mëkatar. Ai përket natyrës së njerëzimit dhe abuzimi në të sjell mëkatin. Burri dhe gruaja, mashkulli dhe femra janë krijuar nga Perëndia të jetojnë së bashku në një bashkim jete, dashurie dhe të qenuri. Burri është udhëheqësi në aktivitetet njerëzore. Ai pasqyron Krishtin si Adam i ri dhe të përkryer. Gruaja duhet të jetë ndihmësja e burrit dhe nëna e të gjithë të gjallëve. Në lidhje me marrëdhëniet me burrin, ajo simbolizohet me marrëdhënien e Marisë dhe Kishës, Evës së re dhe Krishtit, Adamit të ri. Ndryshimet ndërmjet burrit dhe gruas janë reale dhe të pandryshueshme. Ato nuk kufizohen vetëm në ndryshime biologjike apo fizike. Ato janë më tepër mënyra e të ekzistencës. Brenda së njëjtës njerëzishmëri, ashtu si mund të themi që Biri dhe Shpirti i Shenjtë janë mënyra ekzistente të ndryshme brenda të njëjtës hyshmëri, së bashku me Perëndin Atë.
Mashkulli dhe femra duhet të jenë në bashkim shpirtëror si në bashkim fizik. Ata duhet të shprehin së bashku në të njëjtën njerëzshmëri të gjitha virtutet dhe fuqitë që i përkasin natyrës njerëzore të krijuar sipas shëmbëtyrës dhe ngjashmërisë së Perëndisë. Nuk ka virtute apo fuqira që i përkasin burrit dhe jo gruas, ose gruas dhe jo burrit. Ato janë thirrur së bashku në përsosjen shpirtërore drejt së vërtetës dhe dashurisë në gjitha virtutet hyjnore që Perëndia i ka dhënë krijesave të tij. Armiqësitë dhe rivaliteti që ekzistojnë ndërmjet burrit dhe gruas në këtë botë nuk i përkasin mënyrave të ndryshme të ekzistencës të krijuar nga Perëndia, por më tepër i përkasin mëkatit. Nuk duhet ketë tirani të burrit mbi gruan, as typje apo skllavëri, ashtu si nuk duhet ketë përpjekje të grave për të bërë burra dhe të mbajnë pozitën e mashkullit në rendin e krijimit. Por duhet të jetë një harmoni dhe një unitet në bashkësinë e qenieve me dallimet e tyre natyrore me rendin e krijuar natyror. Jeta trinitare e Perëndisë është arkeotipi dhe modeli hyjnor për qenien dhe veprimin e mashkullit dhe femrës brenda rendit të krijimit. Pra, me pa fjalë, kjo është e përmbledhur gjithë doktrina ortodokse në lidhje me njeriu i krijuar nga Perëndia, binar, mashkull dhe femër. Kanonet kishtare që nga koha apostolike ndalojnë një armiqësi apo mospëlqim të gjinisë të dhënë nga Zoti sipas seksualitetit përkatës. Prandaj, shikoni çfarë na thuhet tek kanonet apostolike. Asnjë nuk lejohet të bëhet klirik nëse është mutiluar ose kastruar. Pra në ato raste kur ai ka ndërhyrë në organet gjinitale, sepse ai është vrasës i vetvetes dhe armik i krijimit të Perëndisë. Nëse një klerik mutilon ose kastron vetveten, ose në gjuhën popullore trell vetveten, le të përjashtohet nga detyra sepse është vrasës i vetvetes, kanoni 23. Çdo laik që ka mutiluar, kastruar vetveten, le të përjashtohet për 3 vjet, sepse ai komploton kundër jetës së tij, kanoni 24. Po ashtu dhe kanoni i sinodit të Nikeas 325 thotë: nëse dikush është operuar nga kirurgët për një sëmundje ose është kastruar nga barbarët, le të mbetet në klerik. Por nëse dikush është kastruar vetë, kur është i shëndetshëm, duhet të përjashtohet edhe nëse ekzaminohet pas qëndrimit në klerik. Dhe që nga tani askush i tillë nuk duhet të promovohet në gjërat e shenjta. Por siç është e qartë, edhe pse ky është rasti për ata që kryejnë aktin dhe guxojnë të kastrojnë veten, nëse ndokush është bërë eunuk nga barbarët ose zotrinjtë e tyre, por konsiderohet të denj, kanonet lejojnë që të pranohet në klerik. Pra, kanoni i sinodit të parë ekumenik në 325 ndalon kastrimin e personit nga dëshira vet dhe lejon që dikush mund të bëhet klerik nëse është kastruar jo nga dëshira vet, por nga një problem shëndetësor, pra një dëmtim shëndetësor dhe aq më tepër kur është bërë eunuk nga barbarët, të cilët i merrnin njerëzit dhe i bënin eunuk dhe i vendosin në oborret e tyre që mund të kishin probleme me shoqërinë, me gratë e tyre, diçka tjetër. Pra, kemi raste që të tillë eunuk të cilën nuk janë bërë nga dëshira e tyre, janë bërë dhe klerik në kishën tonë ortodokse. Kurse të tjerët që janë bërë me dëshirën e tyre janë përjashtuar, madje janë dënuar, për shembull siç kemi dhe Origjenin, që mbahet si një nga njerëzit më letrar të kishës në atë kohë, por u dënua si heretik sepse ai kastroi dhe veten e vet, plus që kishte dhe herezi të tjera. E gjitha kjo tregon se nuk duhet bërë ndërhyrje si nga mashkulli apo dhe nga femra, me ndërhyrje kirurgjikale ose dhe hormonale, siç janë sot, për ndryshuar gjinin që është përcaktuar nga seksualiteti i lindur, sepse ky është një rebelim ndaj krijuesit dhe vetë krijimit njerëzor, si një dhuratë e Perëndisë që nuk duhet tjetërsuar apo shëmtuar. Për këtë arsye, kisha nuk lejon as të veshjen e gruas me rroba burri dhe anasjelltas. Shikoni çfarë thuhet. Nëse ndonjë grua me pretekst të asketizmit ndryshon veshjen dhe vishet me rrobat e një mashkulli, le të bëhet anatema, kanoni 13 i Këshillit të Gangrës. Këtu përjashtohen vetëm ato gra që u detyruan të vishin pra si burra, jo që urreni seksin e tyre femëror, po për të shpëtuar pastërtinë e tyre morale, që të jetonin asketikisht
në shoqëri burrash, dhe këto janë raste shumë të rralla, siç për shembull Shën Theodora e Aleksandris, Shën Theodora e Vastës, e të tjera shenjtorë që ndërrohen në kalendarin liturgjik si asketë gra, edhe pse u fshehen në identitetin e tyre gjinor me veshje burri murgu. Pra, edhe pse ato ndryshuan rrobat dhe jetuan në këto shoqëri mashkullore, në manastire burrash, për arsye sepse përndiqeshin ose për të ruajtur pastërtinë e tyre morale ose për të fshehur nga një përndjekje, prap edhe ato kujtuan se ishin murgj, por kur u identifikuan si gra, në kalendarin kishtar nuk quhen me emra burrash, Theodor, po Theodora, pra për treguar se ato janë gjini femërore. Kisha lejon ndërhyrjen kirurgjikale apo trajtimin mjekësor hormonal, jo për të ndryshuar gjinin përkatëse, që është e krijuar dhe lindur, po për të nxjerrë në pa dhe korrigjuar atë gjini seksuale hormonale që është primare tek një lindur me probleme interseks DSD. Pra, tham që kemi këto mutacione ose probleme gjenetike, pra njerëz të lindur interseks me të dy sekset, por ndërhyrja kirurgjikale lejohet edhe nga kisha për t'i dhënë organit primar, i cili tregon çfarë gjini ka, ose dhe analiza që është bërë me kromozonet dhe hormonet, për t'i dhënë çlirim këtij trupi që ai të shprehet në gjinin përkatëse që është krijuar, pra ose mashkull ose femër, jo për të lënë gjini të ndërsjellta ose jashtënjase. Kisha një person që është me probleme DSD e pranon dhe e pagëzon me gjinin përkatëse që është përcaktuar nga konsulta mjekësore. Tham që mblidhet një konsult mjekësor në raste të tilla, pra DSD, që përcakton në gjithë vëzhgimet, gjithë analizat, se çfarë është ky person, mashkull e femër, madje edhe nëse ka bërë ndërhyrje për të ndryshuar gjinin, por është penduar, ai përsëri mund të pagëzohet duke u sjellë në komunitetin sipas gjinit me cilën ka lindur, jo siç është krijuar, por nuk lejohet të martohet, sepse ka paaftësi për martesë, për shkak të ndërhyrjes që ka bërë, duke tjetërsuar organet gjinitale me ndërhyrje. Pra, kisha do shpëtimin edhe këtyre njerëzve, jo vetëm atyre që kanë lindur, që s'kan asnjë lloj përgjegjësie, por dhe ata të cilët ndryshojnë gjinin e tyre, por pendojnë, prap kisha i pranon në gjinin e saj, por, siç thash dhe e theksojmë, kisha pranon gjinin e krijuesit ndaj krijesës, pra atë që krijuesi ka vendosur tek krijesa, mashkull dhe femër, dhe këtë person e thërret të kthehet në atë gjini, të ndihet në atë gjini, të reflektoj atë gjini që i ka dhënë krijuesi dhe natyra. Edhe pse ka bërë ndërhyrje kirurgjikale për ta ndryshuar organet, por e theksojmë nuk mund të martohesh. Pra, ka njerëz të cilët kanë probleme të tilla gjenetike, ata janë të privuar nga martesa. Pra nuk duhet bëjnë çdo gjë për të arritur në martesën në bashkim, si shikojmë edhe sot njerëzit që dalin me probleme gjenetike, patjetër ata duhet të riprodhojnë veten e tyre, jo të dashur të krishterë, sepse është si natyrë që ose një kafsh ose një bim ose diçka tjetër ka probleme gjenetike, ajo nuk duhet të riprodhohet sepse ajo sëmundjen e transmeton. Prandaj edhe njerëzit që kanë lindur probleme të tilla duhet të ngrenë atë kryqin e tyre që të mos martohen, mos të riprodhohen, sepse kanë problem gjenetik ose si them kanë të tilla situata. Dhe nuk mund bëjnë një martesë sepse organet e tyre nuk janë funksionale. Por gjithashtu edhe etrit e kishës janë shumë të qartë dhe konsistent për përcaktimin gjinor sipas seksualitetit përkatës. Perëndia me urtinë e tij i bëri të dy, mashkull e femër, që njeriu të mos ishte i vetmuar, por të kishte bashkëpunëtor në jetën dhe trashëgimin e tij, pra dhe këtu thot Shën Vasili i Madh. Pra, Shën Vasili i Madh thot atë çfarë thot Shkrimi i Shenjtë, çfarë krijoi Zoti, që krijoi mashkull e femër. Kur Zoti krijoi Adamin, që ishte gjini mashkullore, tha nuk është mirë që Adami të ri vetëm, duhet i bëjmë një shoqe. Dhe nga trupi i Adamit u mor esenca e natyrës njerëzore, biologjike, dhe u krijua një trup me gjini tjetër. Prandaj dhe Adami kur u zgjua tha ky është mish nga mishi im, ky është kocë nga kocka ime, do ta quaj grua ose Evë ose nëna e të gjallëve. Pra gjini femërore. Dhe prandaj dhe Shkrimi i Shenjtë thot burri lë nënën dhe babën, merr gruan e vet e bëhet një mish. Si mund të bëhet një mish
kur ka një gjini të njëjtë, pra duhen dy gjini të kundërta që të bashkohen, sepse të kundërtat bashkohen, mashkull dhe femër, si te njeriu, si te natyra, si tek objektet, dhe nuk bashkohen dy gjini njësoj. Shën Grigori Nisës shkruan: dallimi i gjinive nuk është gabim apo mangësi, por pjesë e harmonisë së gjithësisë. Kurse një tjetër shenjtor, Shën Maksim Konfesori, shkruan dhe thotë: trupi është tempulli i shpirtit të shenjtë dhe çdo shkelje e tij është shkelje kundër veprës së Perëndisë. Pra, në thelb, ortodoksia respekton trupin dhe gjinin si dhuratë hyjnore, ndërsa autorit moderne gender shpesh e mohojnë këtë dhe çojnë në përçarje dhe dëm të jetës familjare dhe riprodhuese dhe këto konsiderohen në vetvete pasione mëkatare që janë kundër krijuesit dhe krijesës, që dëmtojnë jo vetëm individin, por dhe shoqërinë njerëzore, sepse fusin konfuzion, keq orientim, dëmtim të natyrales dhe promovim dhe jetësim të denaturales, perverses, duke humbur identitetin gjinor dhe kontributin e tyre individual dhe shoqëror deri në shndrimin e njeriut pa gjini, i cili në gjitha rastet është një identitet i krijuar mashkull dhe femër, i përcaktuar nga seksualiteti natyror, i dhuruar nga krijuesi, për bashkim martesor, riprodhim familjar dhe kontribut shoqëror. Në qoftë se Apostull Pavli, në një nga letrat e tij, letra drejtuar Galateanësve, thotë: nuk ka as mashkull, as femër, sepse të gjithë jemi një në Isu Krishtin, ose letra drejtuar Galatasve 3:28. Këto fjalë të apostullit të kombeve nuk do thonë asnjëherë se nuk ka më identitet gjinor mashkull dhe femër të krishterët, por nuk ka më pabarazi shoqërore, sepse pabarazia gjinore filloi mes mashkull dhe femrës pas mëkatit të gruas së parë. E kemi te libri Zanafidhës, pra kur Eva hëngri frutin e ndaluar, dhe dënimi që mori ajo nga Perëndia, që i thotë: nga dëshirimi që do kesh për burrin, ai do të sundoj mbi ty, Zanafidha 3:16. Por tashmë në Krishtin, gruaja u shlirua nga dënimi, por dhe borxhi që i kishte burrit, sepse gruaja doli nga brinja e burrit, e kemi te Zanafidha 42, por nga fara e gruas, që ishte profetizuar, pra nga vigjeresha Mari, lindi Adami i dytë, shpëtimtari, Krishti Zoti. Kështu që edhe gruas ju fal mëkati, pra gruas së parë, por dhe borxhi që i kishte ajo burrit që kishte dalë nga brinja e burrit. Pra tani kemi një barazi gjinore në Krishtin, po jo shuarje gjinie. Madje dhe në krijimin e ri, në ngjalljen prej së vdekush, edhe pse trupat e ngjallur nuk do të kenë nevojë për organe seksuale, sepse nuk do të riprodhohen më, pasi njerëzit do të jenë si ëngjëjt, na thot Krishti, ata nuk do të humbasin identitetin gjinor edhe në përjetësi, që u dha trupërisht në jetën toksore, por do të vazhdojnë të jenë përjetësisht në Zotin si burr edhe grua, ashtu siç e shikojmë tek Zoti Jezu Krisht, që është një mashkull, dhe të shenjta Vigjeresha Mari, që është një femër, dhe shenjtoret, sepse njeriu është krijuar sipas ikonës Perëndis në persona jo të përgjithshëm, por të veçantë si burr dhe grua, dhe sipas kësaj gjinie mbetet i përjetshëm, si një mikroprojeksion i Perëndis që është një për nga esenca, homoousios, por është në persona të veçantë, hipostaza, Ati, Biri dhe Shpirti i Shenjtë. Një ndër arsyet që njerëzimi u krijua nga krijuesi binar në seksualitetin dhe gjininë e tij mashkull dhe femër, është mundësia që vetëm për marrëdhënie dhe bashkim ndërmjet dy gjinive të ketë riprodhim, por dhe se diferencimi gjinor për njerëzit është një element thelbësor në aftësitë e tyre për të pasqyruar dhe marrë pjesë në qenien dhe jetën hyjnore të Zotit, e cila ka përmbajtje dashurinë. Dhe kjo dashuri bëhet e mundur kur njeriu bashkohet me Zotin nëpërmjet besimit dhe mistereve të kishës, sepse të gjithë ju që jeni pagzuar në Krishtin keni veshur, na thot Apostull Pavli në letrën e drejtuar Galatasve 3:27, dhe në aspektin njerëzor, në misterin e martesës, ashtu siç na thot përsëri apostulli. Kështu burrat i duan gratë e veta, por si trupat e tyre, kushdo gruan e vet do vetveten, sepse askush nuk urren mishin e vet, por ushqen dhe kujdesen me butësi për të, sikurse dhe Zoti bën me kishën, sepse jemi gjymtyr të trupit të tij, të mishit të tij dhe të kockave të tij. Prandaj njeriu do të lër babain e vet dhe nënën e vet, do bashkohet me gruan e vet dhe do të bëjnë një mish i vetëm. Ky është një mister i madh,
tani unë them në lidhje me Krishtin dhe me kishën, na thot Apostulli Pavli në letrën e drejtuar Efesianëve kapitulli 5, vargje 28 deri në vargun 32. Për krishtërimin sipas Krishtit nuk ka njerëzim në përgjithësi, por vetëm njerëz konkret. Dhe Zoti dhe kisha apostolike i thret ata në emër. Po ashtu nuk ka një mashkull dhe femër abstrakt, pa gjini në atë agendën gender, siç thuhet sot, sepse Zoti e krijoi njeriu mashkull dhe femër, tham. Problemi i mospranimit të gjinisë sipas seksualitetit, por të jetë sipas dëshirës dhe terapia e sforcuar për ta ndryshuar këtë gjini me terapi hormonale ose estetike krijon shumë probleme dhe konfuzion psikologjik dhe social, por dhe probleme shëndetësore si efekte anësore fizike të tranzicionit të gjinisë, kryesisht nga terapia hormonale, mund të përfshi piksje gjaku, goditje në trup, probleme me zemrën, shtim në peshën dhe infertilitet, por dhe rrezikjet specifike ndryshojnë sipas llojit të hormonit. Terapia feminizuese mund të rrisë rrezikun e kancerit të gjirit të grave, ndërsa terapia mashkullorizuese mund të çojë në alopeci, akne dhe numër të lartë të qelizave të kuqe të gjakut. Monitorimi i rregullt mjekësor është thelbësor për të menaxhuar dhe minimizuar këto rreziqe. Pra, të dashur të krishterë, edhe këta që bëjnë kapërcimin e ylberit, domethënë duan të ndryshojnë gjinin e tyre, jo vetëm me dëshirë, por edhe me ndërhyrje mjekësore, mos kujtoni se po bëjnë një gjë normale, po bëjnë gjë anormale, edhe pse mjekësia mund të arrijë të bëj transformimin si them fizik nga mashkull dhe femër, por këto gjëra kanë rrisit e tyre dhe shumë veta që kanë bërë këto gjëra patjetër që kanë krijuar probleme shëndetësore, por dhe probleme psikologjike. E gjithë kjo prirje për të mos pranuar gjinin është dhe trajtohet nga Kisha Ortodokse si një sëmundje e mëkatit të pavullnetshme, pra të trashëguar nga mëkatet prindërore, por dhe shoqëria mëkatare. Pra kemi probleme ku njerëzit lindin të tillë, dhe këtu kemi problemin e mëkatit, jo të individit që lindi të tillë, por janë mëkatet prindërore, prandaj duhet pasur shumë kujdes se si ngjizet një fëmijë, mënyra se si ngjizet, mënyra se si mashkull dhe femër, babai dhe nëna bashkohen me njëri tjetrin, nëse ata bashkohen në mënyrë jo natyrale, por perverse, patjetër kjo ndikon tek embrioni, si në problemet e homoseksualitetit, por dhe në këto problemet e gjinisë jo përcaktuese. Prandaj duhet pasur shumë kujdes mënyra se si ngjizet një fëmijë. Ngjizja e një fëmie nuk është thjesht kënaqësia e çastit, por është një projekt krijues i krijuesit me njeriu, me çiftin, burr-grua. Prandaj çifti burr-grua aq më tepër i krishterit duhet të jetë i ndërgjegjshëm, se në atë moment po bën një akt krimi dhe jo thjesht po bën një kënaqësi seksuale i pandërgjegjshëm, aq më tepër duke dalë jashtë kontrollit ose natyralitetit. Shumë probleme sot shikojmë në embrion, në fetus dhe tek fëmijët që lindin për shkak të mënyrës se si burri dhe gruaja, babai dhe nëna afrohen seksualisht me njëri tjetrin. Sepse nuk bëjnë marrëdhënie natyrale, po bëjnë marrëdhënie denatyrale, edhe pse janë të martuar, kupton? Dhe kjo patjetër sjell impaktin tek embrioni dhe tek fëmijët e tyre. Prandaj dhe shikojmë problemet që gjenetike që sot po rriten, por dhe këto deviacione dhe prirje homoseksuale. Për këtë situatë, pasion ose prirje denatyrale që të lindur që nuk është fajtor individi, pra është pasojë e mëkatit prindëror, ai pra personi duhet ndërgjegjësohet dhe duhet luftojë me pasionet me ndihmën e Zotit dhe të kishës nëpërmjet mistereve, që është misteri i pagëzimit që fal mëkatin prindëror, po dhe mëkatet personale, është misteri i pendim rrëfimit që tregon luftën, tundimin edhe për dëshira homoseksuale ose këto lajthitje me agendën gender. Duhet jetë një kungimi i shpesht dhe kështu dhe duhet jetë dhe guida e atit rrëfyes. Sepse kisha është dhe duhet konsiderohet si një spital, ashtu si na tregon parabole e Samaritanit të mirë, ku Krishti pikturon me fjalë njeriun e plagosur nga demonët
që e merr në krahët e tij, në kafshën e tij dhe e çon në Han, që është kisha, dhe atje i lan plagët me vaj dhe verë dhe paguan edhe 2 monedha për treguar kujdesin që ka kisha për njeriu e smur në gjitha problemet që luftohet nga djalli dhe ka pasojat e mëkatit. Kisha është spitali ynor, aty ku shpirtat e smur vinë për të marrë terapi shpirtërore. Rrëfimi është analiza, pendimi është ilaçi, kungimi është ushqimi që forcon shpirtin, na thot Shën Nikola Kavasila. Shën Paisi thot që të gjitha gjërat e trashëguara pra prindërore zhduken me shenjtërimin në kish. Pra dhe në qoftë se kemi prirje homoseksuale që vinë për shkak të mëkateve prindërore, që e thamë më përpara, ose edhe këto probleme me intersex ose DSD, këto zhduken nga fuqia e Zotit që është në kish. Por dhe kur mëkati është i vullnetshëm, pra kemi raste kur individi është i përgjegjshëm për zgjidhjen e gabuar dhe ka lejuar veten të bjerë vetë në mëkate denatyrale, të vdekshme, homoseksuale, ose aq më tepër dëshirën për të ndryshuar gjinin dhe seksin e tij, përsëri edhe te këta persona mëshira e Zotit është e derdhur. Dhe kisha kërkon t'i trajtojë ata me dëmshuri dhe t'i japi mundësi për korrigjim dhe shpëtim. Shën Johan Gojarti thotë, kisha nuk është gjykat, por është një spital. Ajo nuk është vend dëshkimi, por është një vend shërimi. Shën Paisi i Malit Shenjtë përsëri na thotë, kur e shohim kishën si një spital shpirtëror dhe jo si një gjykat, atëre do t'i trajtojmë të tjerët me mëshirë. Të gjithë jemi pacient në këtë spital. Disa janë më mirë, disa më keq, po asnjëri nuk është i shëruar plotësisht. Këto probleme denatyrale, krishterimi dhe kisha e ka trajtuar që në fillim, si për shembull homoseksualitetin, transgjinorët e tjerë, dhe i ka trajtuar këta të sëmur me mëkat, me dashuri dhe të vërtet, duke dhënë mundësinë për ndryshim me hirin e Zotit tonë Jezu Krisht, që është qingji i Perëndisë që shlyen mëkatet e botës. Prandaj edhe Apostulli Pavli qorton dhe inkurajon në Krishtin. A nuk e dini ju se të padrejtët nuk do të trashëgojnë mbretërinë e Perëndisë? Mos u gënjeni, as kurvarët, as i lujtarët, as shkelësit e kurorës, as të zhburrëruarit, as homoseksualët, as vjedhësit, as lakmusit, as pianecët, as përqeshësit, as grabitësit nuk do të trashëgojnë mbretërinë e Perëndisë. Dhe vazhdon, të tillë ishin disa nga ju, por u lat, por u shenjtëruat, por u shfaqsuan në emër të Zotit Jezu Krisht me anë të frymës së Perëndisë tonë. E kemi te letra Apostulli Pavli drejtuar Korintas, letra parë, kapitulli vargjet 6-9. Pra, që do thotë, në Korint kishin probleme të tilla, edhe me homoseksualitetin dhe me transgjinorët, që njerëzit dhe imitizonin këto, i quanin si dhuratët Perëndisë, por që kisha apostolike veproi që në atë kohë dhe vazhdon dhe qorton mëkatin, por kërkon shpëtimin dhe shërimin e mëkatarit. Dhe disa thot ishin të tillë, pra disa që ishin bërë të krishterë dhe ishin bërë pjesë e kishës, kishin qenë me probleme të tilla, dhe homoseksuale, dhe transgjinore, edhe deviacione të tjera denatyrale, por ishin penduar, ishin pagëzuar dhe kishin filluar një jetë të re. Prandaj të dashur të krishterë, në Zotin dhe në kishën ka shpëtim, edhe për gjëra të tjera të lindura si mëkati prindëror, por dhe të fituara nga mëkatet personale. Vim në fund të kësaj bisede, e gjithë kjo risi në thonjza, në këtë rend të ri botëror New Age, në njerëzimin uok, do me thënë njerëzit që janë të ndriçuar, dhe në këndvështrimin e gjinisë sipas dëshirës dhe jo sipas natyrës, kjo nuk është e rastësishme. Patjetër që është dikush që e instrumentalizon dhe e dirigjon. Për ne të krishterës është një veprim i padukshëm ose një veprim në fshehtësi i frymës antikrishtit, që tashmë është në veprim. Dhe të gjithë ata që i shërbejnë kësaj fryme dhe agjente antihumane, të mirë përcaktuar, si koha më e keqe dhe e fundit e botës, ku jetojmë si të përkohshëm, pra, ku njeriu do të humbasi personalitetin, emëror dhe identitetin e tij gjinor, aftësinë për riprodhim, për familje, aftësinë për të menduar dhe për qenë një qenie e lirë sipas ikonës Perëndisë, sepse ai duhet të kthehet sipas agjendës antikrishte, njeriu pra në një shifër i matrikuar, i çiposur me vullën 666, si na thuhet te libri i zbulesës,
kapitulli 13 vargu 16 dhe 18, duhet kryer në një individ pa dëshira, pa kënaqësi edhe seksuale natyrale, pa ideale, pa familje, pa vend, një skllav i komanduar, i përjetshëm i antikrishtit dhe i antikrishterëve. Prandaj, indiferenca apo liberalizimi ndaj këtyre risive në thonjza moderne është një gabim i madh, sepse sot duken si parëndësi dhe jo për të gjithë është ky problem. Por kur ato të ligjërohen dhe t'u imponohen shoqërisë, fëmijëve, të rive, në kopshte, shkolla, në mjedise publike, pastaj është shumë më vonë për rikthim dhe pastaj bëhet një rebelim dhe mëkat kolektiv kundër krijuesit, njerëzimit, familjes, jetës, që patjetër prodhon energji negative dhe ndëshkim për shpagim. Prandaj dhe indiferenca dhe mos reagimi në kohë shoqëror meriton dënimin hyjnor, ashtu siç na thuhet dhe në Bibël. E prandaj Perëndia do dërgoj atyre një frymë gënjeshtare që t'i bëj të gabojnë, që t'i besojnë gënjeshtës, që të dënohen të gjithë ata që nuk i besuan të vërtetës, por përfaqësuan ligësinë, thot apostulli Pavli në letrën e drejtuar Selanikasve kapitulli 2 vargu 11. Prandaj të dashur të krishterë, me këto vargje që apostulli Pavli i thot krishterëve të asaj kohe, edhe na thot dhe neve që nuk duhet jeni indiferent, por duhet jeni të vërtet dhe ta thoni të vërtetën me dashuri dhe të qëndroni në këtë të vërtet, edhe neve përballë kësaj risie, kësaj agente gender, duhet të qëndrojmë dhe mos ta pranojmë dhe sipas status që kemi duhet të shprehemi kundra ashtu siç janë shprehur edhe kisha jonë, por dhe gjithë komunitetet fetare në unison kundra kësaj risie ose këtij projekligji të ri, që përveç gjinis mashkull e femër binare kemi dhe gjinje të tjera alternative që është që jo sipas krijuesit, jo sipas natyrës. Të dashur të krishterë, mendoj që këtu ta mbyllim këtë emision, por takuar në emisionin tjetër. Deri atëherë, miru takofshim, miru pafshim.